Ndryshimi drastik i motit, sinoptikani zbulon çfarë pritet nga dita e martë. Pas një fundjavë me rreshe shiu dhe rreshe bore, fillimi i javës sipas sinoptikanëve do të mbizotërohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike. Pothuajse në të gjithë javën në territorin shqiptar parashikohet të jenë nën mbizotërimin e intervaleve të gjata me kthjellime në orët e para të mëngjesit, ndërsa pasdite her pas here sjellin kalime të lehta të vranësirave, vranësira të cilat bëhen disi më të dukshme në pjesën e dytë të javës. Gjatë pasdites vonë të ditës së njëjtë do të krijojë mundësira për momente të pakta me rreshe të izoluara në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore, rreshe të cilat do të jenë disi prezente gjatë orëve të para të mëngjesit të ditës së premte, është shprehur fillimisht Hakil Osmani. Një dimër i vogël e kanë konsideruar sinoptikanët këtë javë të 2 prillit, ku dita e hënë ishte dita më e ftohtë pasi temperaturat zbritën në -4 gradë Celsius, por sipas parashikimeve, temperaturat e ajrit do të vinë duke u rritur gradualisht. Duke filluar nga dita e martë në vijim do të kemi rritje graduale të temperaturave të ajrit, duke bërë që minimumet ditën e nesme të regjistrohen në -3 gradë Celsius, ndërsa maksimumet në vlerën 16 gradë Celsius. Do të vijojë rritja e temperaturave të ajrit edhe në ditët vijuese, por më e ndjeshme do të jetë duke filluar nga dita e njëjtë në ditën e premte, duke bërë që maksimumet të ngjiten shumë pranë vlerave 19 apo 20 gradë Celsius, shpjegon sinoptikani Osmani. Sipas meteorologëve, parametri i erës për gjatë kësaj jave nuk pritet të jetë shqetësues, ndërsa fundjava do të jetë me diell.